Nuk është targeti im, po du me të pyet në një aspekt tjetër. Politika është shpeshherë të përballë me kundërshtarët, po cilat janë raportet e vërteta pas kamerave, çka ndodh? Unë jam shumë rehat dhe ndjena jashtëzakonisht mirë që nuk kam asnjë problem me askënd, problem personal. Do thot, unë nëse konsiderona e zhurmshme në kuvend, sa i përket temave dhe debate, jam 2 herë më e zhurmshme dhe e zëshme dhe aktive në Partinë Demokratike mbrenda partisë, ku nuk ka kamera. Çka du me thonë, dua ta arsyetoj pjesëmarrjen time në një forum politik ku do qoftë ajo, qoftë mbrenda partisë, qoftë në Kuvendin e Republikës Kosovës, qoftë në komisione parlamentare. Ndoshta, i vetmi vend ku unë s'kam qenë shumë e zhurmshme dhe aktive, sepse ka qenë specifikat, ka qenë udhëheqja e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje të AKI-s, ku jo matë 3 herë kam fol një herë për shkak se ky komision e ka një rol të jashtëzakonshëm dhe duhet pas kujdes për temat që diskutohen atë komision dhe shpërndarjen e informacionit të atij komisioni. Kështu që në aspektin personal e privat... Nëse nuk të pëlqejnë lëvizjet e dikujt në kuvend, a që ndran me të njëjtat raporte që dikush nuk të pëlqen kuvend, nuk flet as jashtë, apo i ndan këto raporte? Unë në kuvend, kur e marr fjalën për çështjet, për temat, për kauzat dhe për politikat që unë besoj dhe i shty përpara. Pas kamerave, për mua se cili është i barabartë dhe nuk e kam asnjë problem, nuk mbaj xhelozi, nuk kam hatërmbetje, përderisa një politikan ose një politikane kundërshtare ime, kush do qoftë ai, nuk shohet në gjërat e mia personale. Ka pas politikan që lëshu në gjëra personale edhe banale, dhe unë nuk jam merr asnjëherë me ata politikan, po sa ju përket temave dhe debatet që i zhvilloj në kuvend, në asnjë formë nuk i kthej në personale. Unë, ju e dini shumë mirë, e kam kundërshtu fuqishëm Albulena Agjiun për të bërë kryetare e Kuvendit Republikës Kosovës, por unë në jetën private ja uroj gjithat mirat Albulena Agjiut dhe familjes së saj. Nuk kam asgjë personale, por në kohën kur jemi dhe në periudhën në për cilën kemi kalu bashkë si 2 deputete, çka kemi pa, nuk i plotson kushtet për me qenë kryetare, thjesht. Është bukur kur